Zonja e zotri, faleminderit shumë që vini te Olti Curi TV në YouTube. Zonja e zotri, lidhni ripin e sigurimit. 1, 2, 3, oh! Ka qenë një këngë e besës. Mirë, sot për të folur për Big Brother Albania 5, sepse ka ndodhur gjëra. Po. Është shkatruar një marrëdhënie baba e bi. Selina kryq, Miri kryq. Por nga ana tjetër, kemi edhe një dashuri ku mendohet se shkesia do t'jetë Arushi. Gjithçka është në dorë të Arushit. Për lumturinë e çiftit Mateo Brikena, por ka shumë mundësi që boli i Brikenës të shndërrohet në Për këtë do flasim sot, ndaj me njëherë sigla. Tunde moj Selindë, tunde, leta dinë në ka tunde. Se a futi Selina Mirit. Opa, tanana se kushrate gropa. Për këto do flasim sot pikërisht tek Olti Curi TV, duke se gjërat po ndizen në bigun e Shqipërisë dhe sot do të flasim pikërisht për Prime-in i cili nuk i ka bërë ende 24 orë që ka përfunduar. Ndodhi ajo që ndodhi ajo që Ermiona Lekbello pyeste. Kutia e Pandorës, kush është Pandora? Kutia e Pandorës, e frikshmja kutia e Pandorës. Miri po e priste kutinë e Pandorës, po ndonjëherë gjërat më mirë mos i takosh fare, edhe mos i shpresosh kur i do me patjetër, sepse në moment që përballesh me to, merr vesh të vërteta siç mori vesh edhe Miri. Por budallëku më i madh në lidhje me Mirin, ku hodha dhe unë pak benzinë zjarrit, ishte kur ai ka një kulet të duhanit të dredhur, e lë te divani gjatë Prime-it dhe gjithë menduan se është telefon. Po të ishte telefon, të jeni të bindur se Miri do e dinte mendimin që ka që ka shprehur babai i Selinës në lidhje me Mirin. Kështu që ajo është një histori koti, historia e telefonit. Por çfarë ndodhi, rikthehemi tek Pandora. Miri mori si shpërblim takimin me vajzën e tij, një moment prekës, një moment shumë kureshtar për gjithë ne, sepse Miri pa thënë që ngjan në pamje vajza me Selinën kur thonte që kam Selinën si vajzën time. Dhe në fakt, vajza e Mirit kishte një ngjatësi, pak a shumë një ngjashmëri me Selinën. Pavarësisht se komentet në rrjet ishin mizore dhe than, pse nuk u luritën si në telenovela turke? Ku je, baba? Pra takime të tilla, por të mos harrojmë se vajza është rritur në Gjermani dhe gjermanët nuk mbahen për ulërima alla turke, apo alla latine, alla spanjolle, apo alla napoletane. Ky është ajo që unë mendoj në lidhje me mungesën e ulërimave dhe të skenave tragjike në takimin midis babait dhe bijës natyrale kësaj radhe të Mirit dhe vajzës së tij, sepse u paraqykuar shumë në rrjetet sociale pse nuk pati shkulje flokësh e gjëra të tilla si këto. Por ajo që ndodhi, mbasi ai takoi vajzën, ju e pa të gjithë, që mori vesh çfarë kishte thënë vërtet babai i Selinës për Mirin. Ishin fjalë shumë të rënda. Nuk është nevoja ti përsërisim, sepse ne kemi qenë jashtë dhe kemi parë se çfarë është thënë pikërisht për lidhjen e tij me Selinën. Dhe me të mbaruar Prime-in mbrëm, u lan duart një herë e mirë. Por çfarë ndodhi? Si ishte ajo histori? Çfarë qëllimi kishin këto të dy? Çfarë kishte në kokën e Mirit? Se mua më duket sikur Miri, që ditët e para, u projektua si një pol përballë Stines, si një pol fitimtar. Unë mendoja se lufta do të bëhej mes të dyve, por Stine u rrëzua. Pra Miri ishte një njeri që mund mendonte finale, nëse po them fitoren, po patjetër finale. Dhe lidhja me Selinën, çfarë donte të thonte ai e kam si vajzën time? Këtë marrëdhënie donte të gjente diçka ndryshe, pra jo një marrëdhënie sentimentale se ka gruan jashtë, jo një marrëdhënie shoqërore, sepse marrëdhëniet shoqërore prishen nga fundi drejt finale, sepse secili do marri 100.000 euro për vete, ai zgjodhi një formulë tjetër. Unë do i them kësaj vajzës as shoqe, jo, as të dashur, por si vajzën time. Ndërkohë ndodhi kjo që ndodhi dhe çfarë erdhi si përfundim? Miri i dhuroi finalen Selinës, i dhuroi vëmendjen dhe mbi të gjitha i dhuroi finalen, sepse sot kemi një personazh shumë të fortë. Selina sot është shumë herë më e fortë se para 45 ditëve, kur hyri në shtëpinë e Big Brother VIP Albania dhe të themi të drejtën,
nuk na kujtohej as për praninë e saj te kënga magjike, ku shpesh herë kanë hyrë e kanë dalë vajza prezantuese me shumicë, sepse kanë qenë vajza të reja, vajza të cilat ende nuk kishin ndërtuar me të drejtë një emër të madh për skenën që të vulose dhe të kujtohej nga gjithë publiku i gjerë. Ka një mea culpa të Mirit për këtë që them unë. Nuk po them vetëm opinionin tim, po them dhe atë që dëgjova. Në momentin e zgjedhjes së saj janë penduar shumë që midis Selinës dhe Lores zgjodha Loren. Dhe Loren sot nuk është më brenda shtëpisë. Pavarësisht se Miri tha që unë po të kthesha edhe një herë drodhi lëro shtrëngo. Pikërisht kjo do e marrë në qafë Mirin. Lëro shtrëngo me Selinën. Në qoftë se ai do të rihyjë në lojë fuqishëm dhe të jetë pikërisht Miri i fillimit, atëherë ai duhet vendosi me Selinën luftë apo paqe. Selinën afër zemrës apo Selinën matan gardhit si gjithë të tjerët. Çfarë po ndodh vërtet? Por ajo që po ndodh është pikërisht që her pas here Miri, si në këto momente ku Selina është duke krerur flokët, ku nata e saj po i kre flokët, Miri gjen arsye, gjen shkak dhe qëndron afër saj. Herë të tjera e pa Miri që përgjonte jashtë derës e gjëra të tilla si këto. Unë kam përshtypjen se marrëdhënia e tyre është ndërsjellët. Por, në qoftë se do e ndajmë në përqindje, 80% të shpirtit në ato marrëdhënie e jep Miri, ndërsa vetëm 20% të vogla fare i jep Selina. Kjo është situata për sa i përket asaj që pam në mbrëmjen e djeshme. Është folur gjëre gjatë pikërisht për marrëdhënien mes Selinës dhe Mirit, për kutinë e Pandorës. Ishte Kristi ai që ul ashtu me urte, me të bute, me bajame, dhe donte të dinte gjithçka, por Miri nuk nxori asnjë sekret. Nuk nxori asnjë fjalë nga ajo që i kanë dëgjuar veshët që babai i Selinës ka thënë për Mirin dhe për marrëdhënien e tyre. Por tani, çfarë mund të bëjë Selina? Kam përshtypjen se Selina me nuhatjen e saj e di që nuk ka më kthim mbrapat e Mirit dhe gjërat kanë ndryshuar. Por çfarë do të ndodh? Do të ndodh ajo që Kristja ka propozuar kohë më parë. Do thoni ju, ajo kënga e dridhe moj Selinë dridhe ishte rastësore? Kristi nuk e kishte bërë një strategji brenda kokës së tij dhe duhet thënë se është mes njerëzve që e njeh spektaklin, klikime, TikTokun, Instagrami, rrjetet sociale, i bën llogarit dhe bën llogarit e gjithçkaje. Projeksioni i tij ka qenë që të jetë shumë afër me Selinën, por Selina kishte Mirin. Tani që Miri ka dyshimet e tij, Kristi nuk i afrohet Selinës për ta marrë, por i afrohet Mirit dhe unë jam i bindur se ai do e fto përfundimisht Mirin me Selinën, sepse Selina i duhet pas. Ndërkohë duhet thënë që kënga Dridhe moj Selinë dridhe është nga këngët më trendi që shumë e shumë vajza kanë bërë postime komerciale, shumë e shumë vajza që kanë firma rroba, që kanë real estate, që kanë dyqane, apo që kanë kurse private apo estetike, e përdorin këngën e Selinës, Dridhe moj Selinë dridhe, pra kur Selina është protagoniste dhe kënga është e Kristit, për të bërë reelsa dhe kënga është kthyer në një trend. Unë kam përshtypjen se pa u mbushur muaji, ne do kemi një këngë tjetër nga Kristi për Selinën, por vetëm këngë dhe asgjë më shumë, sepse Kristi është vetëm në lojën e tij. Ne na mbetet vetëm për të parë se Selina çfarë rruge do gjejë për të mbijetuar.